edhe aty padyshim se kemi shpresa, duan para se gjithashtu pse jo bashkimin ta shohim vitin e ardhshëm në ligën e parë, i mungon në bashkimi i futbollit vendor gjithashtu edhe Kumanova si qytet në shoqërinë elitare të futbollit në vendin tonë. Të rikthehet pas shumë vitesh bashkimi. Do të ishte për mua personalisht e them. Janë me pikë njëjta me Makedonian Gjorgje Petrovi, po bëj një sezon të shkëlqyeshëm për mua personalisht, edhe shkaku i miqve të shumë që i kam në Kumanov, do të kisha pasur shumë dëshirë që bashkimi të jetë vitin e ardhshëm në ligën e parë të futbollit në vendin tonë, dhe unë çdo herë kam thënë nëpër emisionet e këtilla se unë jam i asaj që shumica e qyteteve të mëdha të kenë përfaqësuesit e tyre në ligën e parë të futbollit në vendin tonë, ja që për momentin ndoshta nuk është një pobet, nuk është një bashkim, mund të ketë edhe skuadra të tjera të cilat padyshim se futbollin e bëjnë më në nivel duke mos anashkaluar gjithsesi edhe ekipe si Besaj, Dobërdollit dhe të tjera të cilat bëjnë investime të majme dhe padyshim se edhe ato e meritojnë vendin e tyre në futbollin, por para se gjithashtu në futbollin elitar të vendit tonë.